Efektivët e policisë në Vlorë si dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë kanë zhvilluar një aksion të befasishëm në zonën e Skelës. Aksion ky është zhvilluar mbrëmjen e sejntes, fill pas ngjarjes së rëndë që tronditi qytetin, aksidentimit me pasojë vdekjen e 17 vjeçarit Leandro Shametaj. Strukturat ligjzbatuese zhvilluan një aksion në rreth rrotullimin e Skelës si një prej zonave me frekuentimin më të lartë të automjeteve dhe gjithashtu rëndësisë që ka ky vend për qytetin, si një nyelise mes disa segmenteve rrugore, mes tyre edhe bulevardi i Vlorës, ku 3 ditë më parë humbi jetën 17 vjeçari. Qëllimi i aksionit në fjalë është rritja e sigurisë rrugore, por edhe evidentimi i personave që shkelin ligjin dhe nuk zbatojnë kodin rrugor. FNSH dhe policia e Vlorës kanë ngritur disa pika kontrolli në disa zona në qytet. Siç mësohet, krahas zonës së Skelës, kontrollet janë përshëndruar edhe në hyrje, por edhe në dalje të qytetit bregdetar. Sipas informacioneve, fokusi i këtyre kontrolleve kanë qenë automjetet luksoze, si dhe ato me xhama të zi. Efektiv të policisë dhe FNSH kanë dalur për verifikim me 10 automjete luksoze dhe me xhama të zi, të cilat lëviznin përgjatë mbrëmjes në qytet. Drejtuesve të mjeteve me xhama të zi, krahas lejes së drejtimit, ju është kërkuar edhe leja e xhamave, ku të gjithë ata të cilët nuk kanë patur leje për xhamat e zi, janë dëshkuar me mas administrative me gjob. Mjetet luksoze janë kontrolluar në brendësi të tyre me imtësi, për të parë nëse ka patur brenda tyre sende të cilat janë në kundërshtim me ligjin. Burimet për televizionin 6+1 Vlora bëjnë me dije se kontrollet fokusohen edhe në evidentimin e personave me precedent të mëparshëm penal, por edhe atyre të cilët kanë qenë në kërkim, si dhe tek qytetarët që mund të mbajnë armë zjarri, armë të ftohta apo sende të kundralishme. Pikërisht për këtë fakt janë kontrolluar në imtësi edhe drejtuesit e automjeteve, ku fillimisht këtyre të fundit ju është kërkuar një mjet identifikimi për të bërë të mundur verifikimin e tyre, dhe më pas janë kontrolluar në imtësi për posedimin e sendeve të ndryshme të kundralishme. Për drejtuesit e automjeteve, për të cilët ka patur edhe dyshime, ju është kryer edhe testi i alkoolit për të evidentuar të gjithë ata që qarkullojnë në efektin e alkoolit apo edhe të lëndëve narkotike, duke vozitur si të çmendur dhe më pas bëhen shkaktar të aksidenteve të ndryshme në qytet. Aksioni pritet të vijojë edhe në zonat të tjera të Vlorës, edhe në ditët në vijim, si pjesë e një operacioni të gjerë për parandalimin e ngjarjeve kriminale, aksidenteve, si dhe përforcimin e rendit dhe sigurisë publike në rrugët e Vlorës.